Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Mirlinda Karçanaj ka ankimuar vendimin e gjykatës së posaçme për caktimin e masës arrest në shtëpinë ndaj saj. Të njëjtin vendim në apelin e posaçëm e ka ankimuar edhe zëvendës drejtoresha e Akshit Hava Delibashi, që po ashtu ndodhet në të njëjtën masë sigurie si Karçanaj. Gjithashtu, ankim sipas informacioneve kanë ushtruar edhe zëvendës drejtori i policisë së Tiranës Erion Ismaili, i pezulluar nga detyra Andis Papa, Gëzim Hoxha dhe Rogers Ryta, të cilët janë në detyrim paraqitje. Më herët gjykata e posaçme vlerësoi të ligjshëm masat e sigurisë për Mirlinda Karçanaj dhe Hava Delibashin, të cilat u lanë në arrest në shtëpi, ndërsa biznesmenët Agasi dhe Beqiri u lëshua arrest me burg. Narrativi jon të jetë ende koka këtij grupi kriminal Ergjys Agasi dhe biznesmeni tjetër Ermal Beqiri. Ndaj Agasit dhe Beqirit rëndoi 6 akuza: konkurrencë e palishme nëpërmjet dhunës, heqje e palishme lirisë, shkelje barazisë së pjesëmarrësve në tendra, grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe pastrim parash. Kujtojmë se në zyrën e Ergjys Agasit nuk negocioheshin vetëm pazaret për tendrat e Akshit, por diskutoheshin edhe mënyrat se si grupi do të informojë nga brenda strukturave të policisë për operacionet e mundshme të saj në bizneset në pronësi të grupit. Në një nga bisedat e zbardhura më herët nga MCN, Agasi komunikon në celular me një person dhe informon se do të ketë aksion për disa falsifikime. Nga konteksti i bisedës, dyshohet se i referohet drejtoreshës së krimit kibernetik në polici, Ervina Gjanës. Gjithçka u zbulua nga një kamër që biznesmeni Agasi kishte vendosur për të përgjuar bisedat me personat që takoheshin.